Thank you very much. Thank you. Nice crowd. What a good-looking group of people. Well, we have some... Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi një raund gjithëpërfshirës tarifash reciproke ndaj veteve në mbar botën gjatë një fjalimi në kopshtin e trëndafilave në Shtëpinë e Bardhë. Kjo është një nga ditët më të rëndësishme në historinë amerikane, është shpallja jonë e pavarësisë ekonomike. Tani është rradha jonë të përvarojmë, tha Trump. Shtëpia e Bardhës zbuloi një tarif bazë prej 10% për të gjitha vendet që hyn në fuqi në 5 prill. Trump tregoi një tabelë të madhe ku përshkruheshin tarifat reciproke që ai kishte vendosur në vende të ndryshme. Grafiku ku listoheshin vende të tilla si Kina, Vietnami, Japonia, India, Zvicra dhe Bashkimi Evropian krahasonte tarifat dhe kostot e tjera tregtare që Trump ka vendosur në importet e SBA-s, ndërsa tarifat reciproke pritet të hyjnë në fuqi. Trump argumentoi se tarifat do të sillnin triliona dollar, të cilat do të përdoreshin për uljen e taksave dhe shlyerjen e borxhit kombëtar. Ai foli për fillimin e një epoke të ardhur për ekonominë amerikane, duke thënë se fabrikat do të kthehen dhe do të krijohen vende të reja pune. Asnjë nga kompanitë tona nuk lejohet të shkojnë në vende të tjera, shtoi ai. Kjo është arsyeja pse ne do të vendosim një tarif prej 25% për gjithë automobilat e prodhimit të huaj, tha Trump. Presidenti amerikan e përfundoi fjalimin pas rreth 50 minutash dhe nënshkroi një urdhër ekzekutiv që impononte planin e tij gjithëpërfshirës të tarifave reciproke. Do të jetë një ditë që shpresojmë se do të shikoni prapa në vitet në vijim dhe do të thoni se kisha të drejtë, dhe se kjo ka rezultuar të jetë një nga ditët më të rëndësishme në historinë e vendit tonë, tha Trump. Bashkimi Evropian është duke përgatitur kundër masa në përgjigje të tarifave të reja të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, por mbetet i hapur për negociata, tha presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ajo cilësoi masën e Trump një goditje të madhe për bizneset dhe konsumatorët në mbar botën, duke thuar se Europa ishte e gatshme të përgjigjej dhe të mbronte interesat e veta. Ajo shtoi se tarifat do të bëjnë që miliona qytetarë të përballen me kostot të larta ushqimore, ilaçesh dhe transporti, ndërsa inflacioni do të rritet dhe do të dëmtojë qytetarët më të rrezikuar. BE-ja tashmë po finalizon paketën e saj të parë të masave akmarrëse dhe tani po përgatit hapa shtesë për të mbrojtur bizneset e saj nëse bizetimet me Shtetet e Bashkuara dështojnë, tha von der Leyen. Von der Leyen u bëri thirrje qytetarëve të BE-s që të mos humbin besimin, duke siguruar ata se Europa është e pajisur për t'i bërë ballë stuhisë. Ajo njoftoi gjithashtu bisedime me sektorët e automobilave dhe farmaceutike të goditur më rënd nga tarifat. Pekini kërcënoi me kundërmasa pasi presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi tarifat e reja për mallrat kineze, duke përshkallëzuar më tej tensionet tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Ministria e Tregtisë e Kinës tha se tarifat shkelin rregullat e tregtisë ndërkombëtare dhe barazoheshin në vlerësime subjektive dhe të njashme nga SBA, duke quajtur ato një akt tipik ngacmimi. Ministria i kërkoi Washingtonit të hiqte masa dhe të zgjidhte mosmarrëveshjet përmes dialogut ose do të merrte kundërmasa për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e veta.